në drejtim Partisë Socialiste në zonën e Dibrës dhe po ashtu me eksperiencën e saj si kryetare aktuale e qarkut Dibër. Pastaj sipas alfabetit po e lexoj kolegët, Murad Dani, student i sapo diplomuar në inxhinieri elektronike, paraqitet në këtë listë pas shprehjes vullnetit të tij në listën e platformës deputeti që duam dhe vjen pas një shkollimi të plot në një universitetet më të mira të Mbretërisë Bashkuar. Daniel Gjura vjen si ekonomist dhe ky nga eksperienca e drejtimit të Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës, përfaqëson një nga djemtë të cilët për gjithë të kohë kanë përfaqësuar Partinë Socialiste në zonën e Dibrës. Valentina Haliti, mësuese pedagogji, vjen si përfaqësuese një brezi të tërë socialistësh në zonën e Bashkisë Dibër, po ashtu ka pasur disa detyra të rëndësishme në këtë qark. Sot i afrohet kësaj liste si drejtore e shkollës të mesme në qytetin e Dibrës. Agron Malaj vjen në listë si përfaqësues i këtij qarku, por duke pasur një eksperiencë të jashtëzakonisht pozitive në drejtim të Bashkisë së Burrelit dhe përfaqësues i denj i gjithë zonës Matit. Dhe sipas renditjes alfabetike në listë, Dritan Selishta, ekonomist, vjen në këtë listë si një prurje e re në jo vetëm në listë, por edhe në strukturat e Partisë Socialiste, pasi më parë ka pasur pozicione në strukturat e opozitës së saj kohe, por është bashkuar ekipit tonë i cili premton dhe garon me synimin e qartë fitore në zgjedhjet në qarkun e Dibrës për të bashkuar ekipit superfitues të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.